Gradët e dhikrit, përmendjes së Allahut të madhëruar. Dhikri më i mirë është Kurani famlart. Gjëja më e mirë me të cilën përmendet Allahu i madhëruar është Kurani, i cili e ngre muslimanin në dynja dhe ahiret, si dhe ndërmjetëson për të në ditën e Kiametit. Pas Kuranit janë fjalët Subhanallah, wa elhamdulillah, wa la ilahe illallah, wa Allahu ekber. Vlera e fjalës La ilahe illallah. Fjala më e mirë prej këtyre të katërtave është fjala e njohshmërisë. Ajo ka mirësi të shumta, mirësi të madhe. Shkruhet në një kartë të vogël dhe peshon më shumë se 99 regjistra me gjunahe në ditën e Kiametit. E shpëton thënësin nga zjarri, pjesa më e lartë e besimit, përmendja më e mirë. Thënësi i saj është më i gëzuari me ndërmjetësimin e profetit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.